Plas lufta për printerat e shtetit. Gjykata e apelit korrigjon gafat e KPP-s. Për më shumë se një vit, një ofertë që nuk duhet të kualifikohej qëndroi brenda tenderit 1.8 milion euro për printerat e administrat. Bashkimi i kompanive BNT, BT në pronësi të Teuta Kristi dhe Jona Bodani u shpall mes kompanive të suksesshme më 7 gusht 2025, duke nënshkruar marrëveshjen kuadër me shtetin vetëm 7 ditë më vonë dhe duke fituar të paktën një mini konkurs. Por, më 19 gusht 2026, pasi kontrata kishte hyrë prej kohësh në zbatim, Komisioni Prokurimeve Publike arriti në përfundimin se bashkimi duhej skualifikuar. Kjo pasi certifikatat ISO nuk mbulonin tregtimin e tonerave, ndërsa autorizimi i prodhuesit fliste për tonera të riprodhuar, edhe pse tenderi kërkonte madhra të rinj dhe i ndalonte shprehimisht produktet e riprodhuara apo të ricikluara. Historia bëhet edhe më paradoksale nga rikthimi në skenë i Jonaid Myzyrit. Ankesa që mund ta kishte ndalur procedurën hyri në Komisionin e Prokurimit Publik më 29 maj 2025, kohë kur institucioni drejtoi prej Myzyrit, por u bllokua pas një defekti në sistemin elektronik dhe më pas u refuzua për arsye procedurale. Gjykata administrative e apelit e shpalli të palishëm këtë refuzim dhe detyroi Komisionin e Prokurimit Publik ta hapte dosjen. Sot, Myzyri ndodhet në anën tjetër të historisë. Nuk drejton më institucionin që shqyrton ankesat, por operatorin e blerjeve të përqendruara, autoritetin që zhvilloi tenderin, firmosi marrëveshjen dhe tani duhet të zbatoj skualifikimin. Vendimi numër 1008, fraksion 2026, nuk kërkon që Vendimi numër 1008, fraksion 2026, nuk kërkon një rivlerësim formal dhe asnjë kontroll të ri dokumentesh. Komisioni i Prokurimeve Publike urdhëron shprehimisht anulimin e vendimit të Komisionit të vlerësimit të ofertave dhe skualifikimin e bashkimit të kompanive BNT Electronics dhe BT Solutions nga procedura 179 milion lek. Vendimi është marrë një zëri dhe ka hyrë menjëherë në fuqi. Ai mund të kundërshtohet në gjykatën administrative të apelit, por deri në një vendimarrje tjetër, bashkimi është jashtë tenderit. Tani pyetja nuk është vetëm pse u kualifikua, por çfarë fitoi, çfarë furnizoi dhe sa para publike mori gjatë vitit kur shteti trajtonte si kompani të rregullt. Ky vendim nuk do të kishte prodhuar të njëjtin skandal, nëse do të ishte marrë përpara lidhjes së kontratës. Por kompanitë BNT dhe BT ishin shpallur ndër kompanitë e suksesshme që më 7 gusht 2025. Operatori i blerjeve të përqendruara nënshkroi marrëveshjen kuadër me BNT, BT dhe Infosoft Office në pronësi të Frederik Prodani dhe Gzim Dobit, si edhe Marketing Distribution në pronësi të oligarkes Vilma Nushi. Më pas, nisën mini konkurset për furnizimin e institucioneve, ku në aktet e marra nga gjykata administrative e apelit, pranohet se në fazën e parë ishin përfunduar 3 mini konkurse. 2 i kishte fituar Infosoft dhe 1 BNT Electronics. Pra një kompani që në gusht 2026 u skualifikua, kishte qëndruar për më shumë se një vit brenda një marrëveshje kuadër publike. Pra, një kompani që në gusht 2026 u shpallë e pa kualifikueshme, kishte qëndruar për më shumë se një vit brenda një marrëveshje kuadër publike dhe kishte fituar të paktën një kontratë specifike. Pikërisht këtu tenderi për tonerat pushon së qeni një përplasje zakonshme mes kompanive dhe kthehet në një çështje përgjegjësie institucionale. Procedura blerje tonera u publikua më 26 shkurt 2025. Fondi limit ishte 179.1 milion lek ose rreth 1.8 milion euro, ndërsa marrëveshja kuadër do të zgjaste deri në 24 muaj. Tenderi përfshinte 1248 artikuj për qindra modele printerësh dhe fotokopjesh që përdoren nga administrata publike. Dokumentet e tenderit u ndryshuan 2 herë. Më 13 mars u ndryrë te kriteret për punonjësit dhe transportit, ndërsa më 15 prill u ndryshua një numër i madh kodesh, modelesh, rendimentesh dhe sasish. Ndërkohë, ofertat u hapën më 25 prill 2025. Kompanitë BNT dhe BT ofruan 141.4 milion lek, Infosoft i ofroi 169.7 milion lek, ndërsa Marketing dhe Distribution ofertë me vlerë 170.7 milion lek. Oferta e parë ishte rreth 28.2 milion lek më ulët se ajo Infosoftit dhe rreth 37.6 milion lek nën fondin limit. Diferenca ishte e fortë, por çmimi më i ulët nuk mjafton kur oferta nuk plotëson kriteret teknike. Pas njoftimit paraprak të fituesve, Infosoft kundërshtoi kualifikimin e bashkimit të kompanive BNT dhe BT. Kompania ngriti disa pretendime, por 2 prej tyre rezultuan vendimtare. Certifikatat ISO të bashkimit nuk mbulonin objektin e tenderit, dhe autorizimi një prodhuesi binte drejt për drejt ndesh me kërkesën që tonerat të ishin të rinj dhe jo të riprodhuar. Certifikatat e paraqitura nga BNT Electronics dhe BT Solutions mbulonin shitje dhe shpërndarjen e pajisjeve të informatikës dhe telekomunikacionit, sistemet IT, kamerat, kondicionimi, programet kompjuterike dhe pajisjet mjekësore. Por në objektin e tyre nuk figuronin tonerat, materialet konsumatore për printer apo një veprimtari tjetër që lidhej drejt për drejt me objektin e prokurimit. Por kriteri i tenderit kërkonte që certifikatat të ishin në përputhje me objektin e kontratës. Sipas KPP-s, bashkimi kishte dështuar ta provonte këtë lidhje. Komisioni theksoi se mosplotësimi qoftë edhe një kriteri e bën ofertën të pavlefshme. Në këtë rast, nuk mungonte vetëm një formalitet, por dokumenti që duhet të provonte standardin e cilësisë dhe të menaxhimit mjedisor për madhrat që do t'i shiteshin shtetit. Edhe më i rënd ishte autorizimi i lëshuar nga Turbo Romania SRL,
Në dokument shkruaj se BNT Electronics autorizoi të paraqiste ofertë për furnizim pra tonera të riprodhuar nga kompania rumune. Ndërkohë, pika 2.3.11 e dokumenteve të tenderit kërkonte që kompania të deklaronte se tonera do të ishin të rinj, të pahapur me pull sigurie dhe se nuk do të ishin të rimbushur, të ricikluar apo të riprodhuar. Vetë BNT kishte paraqitur një deklaratë të tillë. Kështu, në të njëjtën ofertë gjendeshin dy dokumente që përjashtonin njëri tjetrin. BNT deklaronte tonera të rinj dhe jo të riprodhuar, ndërsa prodhuesi autorizonte të furnizonte tonera të riprodhuar. Komisioni i Prokurimit Publik e konsideroi këtë si shkak për skualifikimin. Me fjalë të tjera, dokumenti që duhet të garantonte ligjshmërinë dhe cilësinë e madrave provoi se oferta nuk përputhej me kushtet e tenderit. Infosoft kishte ngritur edhe pretendime të tjera për marrëveshjen e bashkëpunimit midis këtyre dy kompanive fituese, BNT-s dhe BT Solutions, eksperiencën e mparshme, katalogët dhe specifikimet teknike. Jo të gjitha u pranuan, por kjo nuk e shpëtoi ofertën. Dy shkeljet e provuara mjaftonin për ta nxjerrë bashkimin nga gara. Çështja mund të ishte zgjidhur që në qershor 2025, por ankesa u përplas me sistemin elektronik të Komisionit Prokurimeve Publike. Kompania Infosoft pretendoi se në datat 27, 28 dhe 29 maj 2025 nuk mundi ta depozitonte ankesën për shkak të mosfunksionimit të shërbimit në e-Albania. Kompania paraqiti komunikimet me helpdeskun, emailët, pamjet e ekranit dhe dërgoi ankesën edhe me postë. Vetë Komisioni i Prokurimeve Publike e regjistroi ankesën 29 maj dhe publikoi më 30 maj në bazën e saj të dhënave. Megjithatë, me vendimin numër 991 datë 31 korrik 2025, Komisioni i Prokurimit Publik refuzoi ta shqyrtonte në themel, me argumentin se nuk ishte dorëzuar elektronikisht. Ky veprim japi rrugën shpalljes së kompanive të suksesshme më 7 gusht dhe nënshkrimit të marrëveshjes kuadër më 14 gusht 2025. Por gjykata administrative e apelit refuzoi vendimin e Komisionit të Prokurimeve Publike me 23 dhjetor 2025. Akshi kishte konfirmuar se sistemi kishte përsuar një defekt të transaksionin KPP Get Ref Data. Pra, problemi nuk ishte shpikur nga kompania ankuese, por ndodhej në sistemin elektronik për procesin e ankimimit. Gjykata konstatoi se Infosoft kishte kryer përpjekjet që kishte në dispozicion, ndërsa KPP-ja nuk kishte vepruar në kohë për raportimin dhe zgjidhjen e defektit. Mosveprimi i komisionit u konsiderua pengesë pak apërcyeshme dhe mohim formal i qasjes në drejtësi. Vendimi numër 991 u shfuqizua dhe Komisioni i Prokurimeve Publike u detyrua të shqyrtonte ankesat në themel. Ky është momenti kur del në skenë Jonaid Myzyri. Ankesa e Infosoftit hyri në Komisionin e Prokurimit Publik në 29 maj 2025, në kohën kur institucioni drejtoi prej tij. Më 30 qershor 2025, Myzyri u pezullua nga detyra me vendim të gjykatës së posaçme kundra krimit dhe korrupsionit, me kërkesë të spakut, në kuadër të një çështjeje tjetër penale. Vendimi numër 991 që bllokoi ankesën u mor më 31 korrik 2025, një muaj pas pezullimit. Ndaj nuk mund t'i atribuohet personalisht Myzyrit pa identifikuar anëtarët që miratuan, por dosja dhe problemi i sistemit kishin hyrë në institucion gjatë drejtimit të tij. Më 18 qershor 2026, ndërsa çështja penale ndaj tij nuk ishte pushuar, Myzyri u emërua drejtuesi operatorit të blerjeve të përqendruara. Një muaj më vonë, më 19 gusht, Komisioni i Prokurimeve Publike urdhëroi operatorin e blerjeve të përqendruara të drejtuar prej Myzyrit të anullonte kualifikimin e BNT-s dhe BT dhe ta skualifikonte nga tenderi. Kështu i shkreu institucionit ku ankesa përplas me sistemin elektronik është sot në krye të autoritetit që duhet të zbatojë vendimin e nxjerrë pas ndërhyrjes së gjykatës. Myzyri duhet të heqë nga marrëveshja kuadër një kompani që operatori i blerjeve të përqendruara e kishte pranuar, me të cilët kishte nënshkruar dhe kishte lejuar të merrte pjesë në mini konkurse. A ishte normale që bashkimi i kompanive BNT dhe BT të shpalleshin fitues më 7 gusht 2025 dhe të skualifikoheshin më 19 gusht 2026? Proceduralisht, kjo u bë mundur sepse ankimi në gjykatë nuk pezullon automatikisht procedurën, lidhjen e kontratës apo ekzekutimin e saj. Por ajo që është ligjërisht e mundur nuk është domosdoshmërisht normale apo e pranueshme institucionalisht. Në këtë rast, shteti shpallei fituesit, nënshkroi marrëveshjen dhe nisi mini konkurset mbi bazën e një vendimit të Komisionit të Prokurimeve Publike, që gjykata më pas e shpalli të paligjshëm. Për shkak të këtij refuzimi, oferta e BNT-BT nuk u kontrollua në kohë për certifikatat dhe autorizimin e prodhuesit. Kur kontrolli u krye, kontrata kishte një vit që ishte në zbatim. Dokumentet gjyqësore tregojnë se u dërguan njoftime për të paktën 10 mini konkurse dhe se ekzekutimi i kontratave dhe dërgimi i madrave në institucione kishte nisur. Ato tregojnë gjithashtu se BNT kishte fituar të paktën një mini konkurs, por dosja administruar nuk tregon sa ishte vlera e tij, cili institucion furnizoi, çfarë produkte dorëzoi dhe sa para mori. Këto janë dokumentet që Myzyri dhe operatori i blerjeve të përqendruara duhet të nxjerrin tani. Marrëveshjen kuadër, të gjitha mini konkurset, ofertat përkatëse, kontratat specifike, porosit, faturat, pagesat, proces verbale të marrjes në dorëzim dhe markat e tonerave të furnizuar nga BNT dhe BT. Duhet sqaruar nëse produktet e Turbo Romania janë futur realisht në magazinat e institucioneve shtetërore.
nëse kanë qenë të riprodhuara dhe nëse janë paguar me para publike. Duhet të sqarohet gjithashtu se çfarë ndodh me kontratat e fituara dhe të ekzekutuara nga një kompani që Komisioni Prokurimeve Publike tashmë ka vendosur se nuk duhet të ishte kualifikuar. BNT dhe BT kishin ngritur nga ana tjetër pretendime kundër Infosoftit për autorizimet, mostrat, personelin, automjetet dhe çmimet e produkteve ekuivalente. KPP-ja nuk i shqyrtoi në themel, duke arsyetuar se pas kualifikimit BNT-BT nuk kishte më mundësi të fitonte kontratën dhe përjedhoi nuk kishte interes të drejtë për drejtë. Kjo lë një tjetër zonë gri, sepse gjykata kishte urdhëruar shqyrtimin e ankesave të dyja palëve. Megjithatë, për bashkimin e kompanive BNT dhe BT, zona gri ka marrë fund në nivel administrativ. Komisioni Prokurimeve Publike konstatoi se oferta nuk përmbushte kriteret dhe urdhëroi skualifikimin e saj. Tani, përgjegjësia kalon te operatori i blerjeve të përqendruara dhe te Jonaid Mizyri. Pyetja nuk është më vetëm se si u kualifikoi një ofertë me certifikata jashtë objektit dhe me autorizim për tonera të riprodhuar. Pyetja është sa kontrata fitoi kjo ofertë gjatë vitit që ankesa u mbajt jashtë shqyrtimit, sa para u paguan dhe çfarë marrësh përfunduan në pritjet e administratës. Nëse shteti ka bler tonera nga një operator që duhet skualifikuar që në vitin 2025, atëherë vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nuk e mbyll historinë. Përkundrazi, ai sapo ka hapur pjesën më të rëndë të saj, gjurmimin e kontratave, të madrave, të pagesave dhe të zyrtarëve që e lanë tenderin teste përpara. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.